Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 4 gusht 2026. Duket se videon e fundit që kam bërë kam qenë në Montreal të Kanadas. Tani jam brapa në Malajzi dhe si gjithmonë filloj me selam aleikum që të acaroj armiqtë e mi islamofob, që më thonë flit shqip, mos flit turqisht. Jam Anadollak, kam qef të atë me selam aleikum. Sot jam me Gjergjin dhe sot do të analizojmë, do më të njemi në muajin gusht, kemi qenë datën 30 maj. Sa dit I bie Gjergjo? 66 dit? Sa dit I bie që ka protest? Aq, 66. 6.6. Kemi 66 dit që shqiptarët protestojnë, por duke qenë që unë jam nga njëri cep I globit në cepin tjetër, tani jam këtu, do më thënë Malajzi, më herët isha në Kanada. Kemi Gjergjin I cili do të na bëjë një analizë për atë që po ndodh në frontin e Surrëdit, ku diktatori apo autokrati sorosisti I Tiranës, Edi Rama, vazhdon që sundon me dorë të hekurt. Dhe në këto momente që ne po flasim, sundimi I Ramës vazhdon, ku ai nuk do ta di për shqiptarët, për ata që më digin mua në profilet e Facebookut, kam vënë në pas se si Rama vazhdon që ta hyjë Shqipërinë nëpër borxhe, se si Ministria e Financës e Ekonomisë njoftori që Shqipëria mori një eurobond të ri. Kam treguar se si Rama që nga viti 2013 që ka ardhur deri tani borxhin e Shqipërisë e ka çuar nga 7 miliard në 15 miliard dollar. Por shteti I falimentuar I Ramës, që funksionon duke marrë borxh për të larë borxhin, po bën lëvizje të tjera. Më e fundit është mbyllja e shumë komunave apo bashkive për gjithë vendin, dhe besoj se ju I keni parë edhe protestat që po ndodhin, që nga bastionet më socialistëve, sikur ura vajgurore, quhet Dimaj tani, Poliçani, Patosi, Gjivjaka, Selenica, Pëlqyra, Memalia, Lipohova etj. Vende që historikisht kanë qenë me socialistët, ku po shohim qytetarët apo më saktë ka punëtorët e bashkive të këtyre provincave se si po dalin, po protestojnë, po djegin teserat e tyre. Sikur kam treguar në për postimet e mia në internet, Rama është duke mbyllur bashki dhe përdorin termin konsoliduar ato me bashkitë më të mëdha, sipas mendimit tim, si pasojë krizës ekonomike. Regjimi I Ramës është një regjim I falimentuar. Shqipëria është një vend që një shtet që vit për vit ka një borxh, një deficit, domethënë buxhetor mbi 500 milion euro, që Ramës I duhet për të paguar ta patronazhistët. Dhe për mendimin tim, këto prerje apo mbyllje bashkish që Rama bën, I bën nga dëshpërimi, nga që ka nevojë që të shkurtoj sa më shumë vende pune, në mënyrë që ketë para për të paguar fajdet e eurobondëve që Rothschild & Co apo kompania e Rothschild marrin për Ramën në për bankat e Evropës dhe që Rama është I detyruar që t'i paguajë mbrapa. Kjo javë ka patur një lajm edhe tjetër shumë interesant, ku Rama në datën 1 gusht postoi në profilin e tij në Facebook në mënyrë triumfuese se si Hajduti Ron Jafet me atë kompaninë e tij Timak. Për personat që nuk e njohin Ron Jafetin është një spiun I Shin Betit Izraelit, ose të paktën baba e tij ka qenë nga spionët e Shin Betit. Jo, dhe ky ka vazhduar karrierën e babit.
edhe ky vazhdon me shimbetin. Dhe domethënë çka ka bërë Rama vazhdon që sigur kemi përmendur edhe në për video tjera, Rama të gjithë ministrinë e mbrojtjes ja ka vënë në dorë këtij hajduti Izraelit, ku si hariqi më i fundit që Rama na njoftoi ne nga Ronja Feti, është se Ronja Feti kishte marrë, më duket, një 40 makina, nëse s'jam gabim Gjergjo, makina Po, Toyota dhe japoneze dhe MAN gjerman, i kishin ka lyer një me 2-3 bojë, kamion man, aq bash. i kishin lyer me bojë edhe i kishin pënë edhe ca teneqe, edhe Rama thoshte që këto janë prodhime taktike ushtarake të prodhuar nga Shqipëria me standarde të NATO-s dhe ata urrejtësit kompetent që do thonë do të na shajnë, i themi që këto janë prodhuar në Shqipëri, po me pjesët e këmbimit të marra nga kolos të industrisë automative. Po kur shtot se ky nuk është prodhim, nuk e di se çfarë flet, dhe ndërkohë kush mendon se kjo është lojë. Le të pyes veten si ka mundësi që 30 vende aleate e mike kanë lidhur kontrata gjeri nga kompania shqiptare. Domethënë është bërë detikon, domethënë Shqipëria gjeri është bërë, domethënë ashtu sikur amerikanët kanë bombardierin edhe Boeingun, ne kemi timakun e këtij Ronja Fetit që merr dhe lyen makina me bojë dhe po bëhet nami. Domethënë gjithë NATO është bërë një komplet teneqet e Ronja Fetit. Kjo është sa për hyrje Gjergjo, tani na shpjego pak ne i lirë pellallëzërve që jemi në përcepat e botës, se çfarë po ndodh, çfarë po bëhet në atë botë. Atëhere, ta fillojmë me Ronja Fetin. Është një turp i madh që Rama nuk hej dorë nga mburrjet idiote, tani që i ka dalë boja edhe këtë vetët, që edhe të vetët ka filluar më zdorohet ky. Kupton? Tani, kur aty shkruan Toyota dhe MAN dhe ti thuash prodhim shqiptar, okay, në rregull, atëhere mund të thuash çfarë dush, që edhe tanket Abrahams amerikani prodhojnë nga autot argëtore. Pra, është një idiotizëm i madh, por nuk është halli ke idiotizmi, ke mburravecëritë e këtij tartarinit të Taraskonit. Problemi është ke lekët. Është vjedhje e madhe. Po shifsha një dy gjëra në internet dhe boni përshtypje. Furgonat të blinduar polak, jemi antar të NATO-s, aleat ton, Polonia e ka zhvilluar shumë industrinë ushtarake, veç Turqia ja kalon për ritme zhvillimi, jo në NATO, por në gjithë botën. Këto dzikët polak që majnë deri në 8 vetë, që e kanë blindin më të trash, pra durojnë edhe për 20 mm, këto me zorë durojnë 7.6254, pra mitrolozin e rënd, Gornjukovin, apo mitrolozin e kompanisë, po flas me këto të traktatit Varshavës, pra durojnë topat automatik 20 mm. Majnë minimumi 8 vetë, kanë mitroloz të montuar sipër ose granata hedhës që i qelçon granata hedhës automatik. Dhe një zik kushton sa 2 Toyota. Po ta blesh të rinë në Poloni, nga arsi me koston, se pash edhe sa ja kishe shit Roni këto hegrat japonez këtyre. Janë Toyota të vjetra. Domethënë mund të jetë 0 kilometër, pra nuk ka amortizim fizik, po ka amortizim moral. Pra, është marrë një pul dhe është shitur sa për një dele. Dhe theksohet që e kam pul fshati, po mirë, me dele qyteti është. Pra, është një vjedhje e para kjo. E dyta, hekrat që ble, nuk i ble për bukuri. Duhet i blesh në bazë të një doktrine ushtarake. Pra, për çfarë do i përdorësh? Se bleu Arabia Saudite tanke modern, edhe ja di kishin Huthit me brekushe. Pse? Sa i truk kishin oficerët e Arabisë Saudite? I kemi ble moderne, tjere, ti djek Huthit me brekushe. Për çfarë do i përdorësh këto? Për zbulim të lehtë. Po, mund përdore nga policia, për kur ketë bosh me një njeri të armatosur, me një grup terrorist, po pa armë antitanke, pra vetëm me armë këmbësorie, për kaq, për tjetër gjë si përdor.
ka tentuar rusi nga halli se s'ka pasur, ka përdorur ekuivalentet e këtyre, edhe janë sakatepsur në fushat e Ukrainës. S'ka pas, ka përdor të tilla furistrata të blindume. Pra këto nuk hynë punë për luftë. Dakord, më mirë se në këmbë, ose më mirë se ato technicals, pra meri furistrate hyp sipër ose një kamion qind dhe montoi 12.7 në karroceri makinës, si bëshin që në Somali në 93-shin, kundra italianëve, kundra amerikanëve, këto bandat somaleze. Mirë, ma mirë se ato janë, por të flasër për një ushtri të rregullt që në mos do përballoj pak të do vandalsoj tempin e invazionit serb apo grek, është për të qeshur, është pare e harxhuar kot. Kujton Salën kur bleu ato anijet moderne në Holland Damen dhe megjithëse se kërkoi që të ishin me top, se do bëshin mbrojtje konvoji, një nga ato kërkesat kur do bleshin, këto janë zmësuar me top ujë. U deshën vite e vite, në tjera kanë qenë unë që kam tallur redin me Salën atë kohë, me Fatmir Mediun, e me ministrin që erdhi mrapa këtë tankistin Ben Imamin, u deshkoj që të vendosrin topa 20 mm që u blenë në Arval për fatkeq francez, që s'kishe pse t'i bleje në Francë, po hajt ma. E njëra gjë dhe tani, harxhohen lekët për hekra dhe nuk ka një doktrin përdorimi të këtyre hekrave. Nuk ka një doktrin përdorimi të këtyre hekrave. Me aq pare sa ka ble ky ato furistratat, që nuk dihet se për çfarë do i përdori Ministria e Mbrojtjes, se kuptoj. Ministria e Punëve të Brendshme, okay, se s'mund të marrësh më benzinë e 88-s, atë benzinë jeshil, që për herë të parë doli ke këto trazirat e 90-91-shit, që kishe Renea, që atëherë quhej Reparti 326. Nuk mund të marrësh më atë furistratën benz, se 40 vjeçare furistrat. Po tani, për ushtria vashi që. Më mirë të kishin ble artilleri 122 mm vetë lëvizse në Egjipt, sepse me shpinë 3 furistratër bleshe një top 122 mm vetë lëvizës. Më mirë se 105 mm që ble në Turqi, që s'tyn punë për asnjë gjë. Sa ishi transportueshëm me antarit, me çfarë do transportosh ti? Apo do blej ky beqirin ai helikopter, anai avion që tash ish mren atë lloj topi. Nëse këto janë budalliqet e Ministrisë Mbrojtjes që gjithmonë kur ka pas 5 lekë i ka harxhu kot. Ashtu jemi kriju, s'kemi çfarë të bëjmë domethënë, nuk del dot nga ajo. Nga i ndjeri Hajdar Pilafi, Hajdar Aga, e deri sot kështu ka qenë Ministria e Mbrojtjes, domethënë nuk del dot. Problemi është që ky është një aspekt tipik i regjimit. Murrje, si puna Mussolini në vaktit, 8 milioni di bajonete, 8 milion bajoneta, që ishin si thika kuzhine, të ushtrisë italiane, si kur shëtë botë Mussolini shkret, nga njëra anë, nga ana tjetër, një kalbëzim total. Ato 3-4 bataljone sa ko ushtria jo nuk i përdor dot. Nuk i përdor dot, po. Dorën me zbrit bataljonen e këmsorisë letë malore, ja kanë tru tabelën e ka bërë regjiment tani, nga sipër për ta çuar velipoj që ti tremshin ato të rjollit që protestojnë, nuk e lëvizshin dot batalionin. Nuk lëvizin dot i batalion të këmsorisë letë malore. I sfidoi oficerë shqiptarë të ma hulli poshtë. Nuk i kam thonë kod general major rezervë det Prengës, që jemi me fat që s'kemi polici dhe ushtri. Imagjino si kur ne të kishim ushtri, që do bote e Rama. Imagjino si kur ne të kishim polici, jo ai polici Ramadusi, metre 50, shefi komisariatit numër 1, jo ai, sa i s'quhet, ai që hangri 2-3 kokë raves kokës, që u filmoj, që ishe kryevepër nga ana filmimit. Jo, s'kemi polici, nuk kemi polici. Vetëm se ato demonstrues janë paqësorë, përndryshe policia do ishte shpërbër, më keq se 97-ën. Se 97-ën kishe grupe policësh që dhe rezistonin. Tani ishe kalbur totalisht. Ato që kanë bo shumë lekë sipër, thonë, në lekët tonë e kemi bo. Të rrimi ditë ma shumë beri qartëvesën, po kaq. Të rrimi ditë ma shumë. Ato që janë poshtë, thonë, për pse, për 5 tek, që të na hudhin nga 4-7 Zamir Mania, kur i bim qafë çunit Zamiri se ka shkel ligjet e qarkullimit. E kuptoni, është një kalbëzim total i policisë. E sfidoj policinë. E sfidoj drejtorinë antiterrorit. Janë paqësorë demonstrues për ndryshe e kishin kap për preveshje, u kishin ul patallonat, e kishin lidhur për kangjella. Si lidhën serbët ato paqërujtësit francez, ke urat. Pra, ta kanë fjalën, ky nuk ka instrumenta për të shtypur. Ky ka instrumenta për të vjedhur, ende i funksionon vjedhja, po kaq.
Jo më shumë se Më kaq. fal. Kaq më, kaq e ka. Ha, Digje sa kushtuan këto Toyota me të një qe? më vjen keq, nuk mund të tregoj sekrete ushtarake. Sigurisht që e di. Po mund të Domethënë them sa që dy të tilla janë baraz me një furgon të blinduar Zik polak. Përfshi dhe 3 kompleta armatimi të furgonit, pra me andru 3 herë fishekët mitrolozit jo furgonit, dua të di bashkë me sa le pjesë filtra vaj, filtra ajri. jo dua të di sa lek e ka bler Si? Toyotën dua të di sa lek e ka bler Toyotën Roni dhe sa ja ka shitur këtij idiotit. Nuk e di sa e ka bler Toyotën, di sa ja ka shitur, Sa di ja ka dhe shitur? atë që gjithsej sa frëngu pulën. Po e dim sa prëngu, po sa Tani më falë, nuk mund të zjerë sekrete ushtarake, se këto po zhvullin gjyq, unë i ruem çfarë gjyqit. kjo është hajdutlik ushtarak apo që nuk po ndjer, nuk po tregon se çka ka futur Roni aty brenda. Se me sa pam ne Do tani përpiqem, ishin, domethënë aty ishin domethënë për mua Isisi i bënte më të mira ato Toyotat në Sirizë e sakta. Se Isisi mbaj mend unë vinte kështu ca pllaka hekuri përpara Toyotave që ndoshta i rezistonin edhe antitankut, kurse ky kishte vënë ca teneqe, po me sa pak. do më thënë, përgjësisht, këto automjetet e modifikuara të ISIS-it i rezistonin topit automatik 25 mm me plumba blind shpuz djegës, perforanti. I thonë italianët dhe të lloj municioni. Pra, nga ana rezistencës flas, nuk flas gjërat e tjera, makina, sidomos ato që përdoreshin për vetvrasje, ishin më të blinduara se këto të këtij. Ky thotë jo Stanag 3, Stanag 4 me këto standardet e NATO-s për blindin, po janë 5 me hiç, domethënë. 5 me hiç. Unë nuk e di, në qoftë se përdor një Kalashnikov 100 metra distancë me pluma blind shpuz djegës, pra të kombinosh plumat me bojë zezke maja dhe me bojë jeshile, me gjurmë lënës, besoj se i mobilizon, e bën pa lëvizshme këtë lloj Toyota. Nuk di a arrin t'i vrasësh e t'i plagosësh njerëzit mrend, po për ta ndaluar ndalon këtë lloj Toyota. Pra të Unë rroftë. Do të unë thotë me që sa një njeri mirë armatosur, marrën këmbësori, është rrethuar me pallata, me shtëpi, po ti shkosh me këtë Toyotën, rrezikon jetën e banorëve. E mua këtyre policëve që shkojnë. mua domethënë duket si një vjedhje e radhës që ka bërë Rama me gjithë Ronin. Sigur vazhdon që të vjedhë, domethënë Roni ja shkatroi Air Albanian, ja falimentoi. Roni vazhdon domethënë që të vjedhë të bëj gjëra, i ka dhënë ekskluzivitetin, tani edhe me këto makina ka kap ca lekë Roni. Jo vetëm kjo, jo vetëm kjo. Prit se do dalin edhe këto kamionet kamionçinat e blinduar, furgonët e blinduar, shota. Po ta krahas shotën me çmimin që ka, është shumë inferiore ndaj linçes italiane që i prodhon edhe Putini me emrin Tiger, Tigri, dhe çmimi është aty. Çfarë Rama thon? ka qef që ti emëroj këto me kështu me emra realizmit socialist, jo shota, e mban mend se çfarë i bëri avionëve të Turk Hava Po Jollarit mërë që ja dha Erdogani, që i qyti ishin to, po mërë po. Migjeni, Fishta, vetëm ky Roni pastaj ja çon për skrap gjitha. Shiko, problemi është shumë i rëndë se kaq. Nuk është thjesht hajdutëri. Hajdutëria nuk përjashtohet ke biznesi çifut, përkundrazi është pjesë esenciale e biznesit çifut. Nuk është antisemitizëm, fjala çifut, po i them shokëve të antiterrorit. Për këtë po shkova në gjykat, do di ta mbroj veten. Kam argumente, po s'ju a them tani. Po Themi nëse dhe jashtu. tani Është, na detyrojnë edhe se si ti prasim çifutut. Do po pikërisht. na imponojnë një speak. E kuptoti që unë 90-ën shkova në burgun e Spaqit për drejtën e fjalës. Do më ndalojnë këto rrëmbythjet sot. Themi dhe jashtu. Kemi të bëjmë me invazion ndaj Shqipërisë. Pse? Ronit ju dha e drejta që do të stërvisi forca speciale, do krijojë akademia aviacione e tjerë e tjerë. Pse Përveç një aspektit të edhe vjedhjes. po më fal, edhe mbrapa Elbitit Roni është? Do më thënë, Elbiti është një emër shumë i madh në Po pra, shkallë botërore për prodhim armatimesh. ko, Roni është sekseri. Roni është sekseri. Kaq. ka përqindje.
Dhe nuk është thjesht vjedhje lekësh, që s'diskutohet, është pjesë e biznesit që fut hajdutëria, është e theksoj, është pushtim i Shqipërisë. Instruktorët që fut që do vinë të stërvisin forcat tona speciale, nuk e di se si që futët i kanë pajisë shteti që fut me pasaporta diplomatike. Një kjo. E dyta, këto instruktorë janë fix si funksion të kompanisë greke të përforcuar që rriten periferi Tiranës masi ikën trupat e tjera të Albës 97-ën, që ishte në mbrojtje të pushtetit të kryeministrit Fatos Nano dhe më vonë të kryeministrit Meta. Kam bërë një operacion marrëdhënie me publikun që t'i ulsha moralin trupave greke në vitin 2000, ja arrita me sukses, t'ja ulsha moralin, duke marrë parasysh edhe eksperiencën e slovenska territorial në Obrana, pra mbrojtjes territoriale slovene të 91-shit. Është e njëjta gjë. Detyra atyre është të krijojnë bazë ushtarake në Sazan, për këtë kam prova. Detyra atyre është të ndihmojnë regjimin të qëndrojnë në pushtet. Po ja shohim sherrin ke municionet kimike që janë përdorur kundër protestuesve paqësor. Se mos më thojnë mua që u plagosën policës o goditën me vezë. Sendet forta veza, vezë dinosauri. Pra, ja kemi parë sherrin deri tani. Nesër kur regjimi do përballohet me më shumë urrëtie popullore dhe nuk do të jenë më flamengot e Tiranës, do të jenë ato të Poliçanit, e kanë treguar veten që 92-shin, Poliçani. Në atë moment do jenë oficerët e forcave speciale që fute që do përdorin teknologji kundra shqiptarëve, teknologji që fute kundra shqiptarëve, teknologji shumë e përparuar, shumë vdekjeprurse. Po i paralajmëroj shqiptarët. Rama ka i problem të madh. Trupën e policisë nuk e ka hiç sigurt. Ato pak vetë që kanë bërë seminarin e Herzelia të Çifutistanit, domethënë të Izraelit, nuk e ndjejnë veten sigurt në zyrë, se shohin shokun që ka bërë pak në 3 muaj kurs në Turqi. Nuk po them që ka bërë shkollë në Turqi. Dhe Rama e di që ai oficeri i policisë që ka bërë shkollën në Turqi do i bindet urdhave të këtij Hidaj, që është ky drejtori i përgjithshëm i policisë, apo do t'i bindet urdhave që do i vinë me telefon nga bashkomisari, komandanti i shkollës policisë që ka bërë Turqi. Prandaj Rama po kërkon të bëj trup forca speciale të trajnuara nga izraelitët, që të jenë besnik të Izraelit dhe njëkohësisht të luajnë rolin e një minigarde pretoriane për ta mbajtur në pushtet Ramën. Nuk merrem me opozitën zyrtare të Sales ose me këto partiçkat se si ja vlen, i drejtohem shqiptarëve. Është shumë e rrezikshme kjo, me paret e shqiptarëve do i shtrëngohet laku në fytyrë shqiptarëve. Për më tepër që Rama nuk po e rruan as për protestat, po përpiqet përveç nga Komeku hangri dajak dhe nuk e pranon as bisedonte, në asnjë vend tjetër s'po reziston. Edhe në Poliçan, po, se sollën Tiranë delegacion nga Poliçani, do i takonte Rama në kryeministri, kur e pa që ato nuk erdhën aman keqen në animo kryetar, po erdhën duke shajt nga linda, Rama s'u paraqit fare në takim. Edhe këto deputetët rrëmbythje të ripjelljes nga zona aty, hangën të shara me libër shtëpie në kryeministri. Pra nuk ishin katonar nga Poliçani, i kishin kompleks inferioriteti. Në këto raste do i duhet garda pretoriane Ramës. Dhe po shkohet drejt saj. Do që të bëj Dritan Goxhaj. Por po Supermendje Dritan Goxhaj nuk e pengon dot urrëtitjen popullore shpërthej. Ai po përpiqet ta maj sa ka në dorë ai, sa më të qetë, sa më jo të dhunshme protestën. Po ka ardhur njerëzve në majt punës. Do shkoj, do merret me vajgursat e urës Asambeut, urës vajgurore të Dimalit, Dritan Goxhaj, ti qetësoj ato, kur t'ja hyn me gur këtyre deputetëve të ripjelljes. Do shkoj në Selenica i thot jam labi juaj. Nuk ka që t'i bëj. Pa fol pastaj për Klosin. I kanë vjedhur ujin Klosin, një kompani që bëri pallati që u rrëzu në Durrës nga tërmeti. Kanë heq picirin banerët atij pallatit. Kanë heq picirin Durrës. Se jam se ja rregulloi shteti, la pa ashensore, lloj pisllike. Tani Klosit i heqën dhe bashkinë. Po do morin pushkën
thoni ç'a doni ju, po bon thirrje dhumshme ligji ai neni 323, 322 çfarë është kodi penal. Thoni ç'a doni. Divjaka. Në Divjak po e azgjësojnë si bashki ndër të tjera, se ajo ka edhe pare, ka mbledh taksa, ka dhe banor. Divjakën po e azgjësojnë si bashki se do bëhet Apollonia e re, do bëhet kolonia Çifute. Braçen e hoqi nga ajo zonë që kishte lidhje shumë me të majtën atje, u bonte ndere, u merrte investime drejt shejtan, duke qenë myslimon, siguroi fonde për kishën e Shën Thanasit atje për ta rinovuar. E di pse hoqet? Jo se ra në konflikt me këtë me kokë me cepa, si e ka ky Tao Palla, apo me Belën. Jo, jo. E hoqën sepse Braçe do i organizonte ato për ta mbrojtur Divjakën nga invazioni Çifut, nga Apollonia e re. Pra, Divjaka nuk po hiqe se s'ka banor, nuk po hiqe se s'ka taksa me majtë burokracinë bashkiake atje. Po hiqe sepse nuk duan asnjë pengesë lokale nga ajo, se mund dalë kryetari i bashkisë thotë sta firmos. Ç'ti bëj Rama? Do e shkarkoj po. Kushdo që të vi do përballohet me rezistencën. Dhe unë po i themi jo Ramës. Vjerri im është morgjin nga Divjaka. Unë po kontaktoj kushëritë e Grus atje që të organizoj rezistencën kundra Ramës. Ti gjej kokra e belas në Divjak. Po. Ato që janë laluc do bëhen më trima se lebrit. Ka për të gjetë kokra belas. Let më akuzojnë që po bëj thirrje të dhunshme. Jo, do mbrohet autonomia lokale. Do mbrohet autonomia lokale. Kemi marrë së detyrime ne ndaj Evropës. Marrë Këlqyrin që duhet me bashku me Përmetin. Këlqyri ka qenë djathtë. E fituan herën e fundit se vuni kandidat të djathtë që tërhoqi ca vota nga kandidati i PD-s, plus ato pisllijet e mulave dhe nulave të PD-s. Mirë po, një Këlqyr e djathtë ta bashkosh me Përmetin që është super i majt, për shokollajt. Edhe atje do ketë rezistencë, ama se i grush njerëzit. Po, i grush këtu, i grush atje. E njëjta gjë me Rogozhinën. Nuk po them për Beratin që duhet me i bashku Poliçanin dhe Dimalin, ose këto urëvajgurori që u ka pasqujt. Është një problem shumë i madh, do ja shohin sherrin. E njëjta gjë me Selemicën e Vlorës, janë lebër trima atje. Unë po them, i ka hyp gamorit mrapsh Rama, ose rasti Patosit. Roskoveci rri bashkim vete, Patosi s'rri. Pse? Ka më shumë banor Roskoveci se Patosi. Paguajnë më shumë taksa roskovecarët se sa ato të Patosit. Thjesht Roskovec është Zeqineja. Në Patos nuk ka deputete Zeqine. Ky është i vetmi problem. Por unë në këtë propozimin fillestar e pash që donte të bashkonte edhe Mirditën me Lezhën. Po pastaj u tërhoq si duhet nga presioni i tyre katolikëve. E ke parë këtë day? Që u çu edhe këtu. Është interesant, unë mendoj se këtë e bën njëra është ajo që ti thua për ti patur më mirë në kontroll. Po e dyta unë e shoh edhe nga aspekti ekonomik. E që ky domethënë ka nevojë që vjelli lek, pse duhet paguaj ky ta patronazhisë, nuk i duan. Patronazhisët do i paguash, se gjithë këto thonë janë ato feudal lokal që rezistojnë. Edhe ato rezistojnë, se unë punoj që them unë specialist ke bashkia e Patosit dhe do humbe në punës, se kur bëhet njësi administrative do ketë më pak administrat. Pra do humbi i rrogë 700.000 lekëshe, Rydben, do humbi ca rëshvetet Vockla, do humbi që bëjnë deret Vockla aty në punë dhe më rritet pesha në qytetin e famshëm Patosit. Është atë kjo. Por, mbi të gjitha është populli atje. Në Poliçan kanë identitet ato. Në Poliçan kanë identitet, sepse kur u kriju Poliçani, u kriju me baza intelektuale. Inxhinier pa fund, kimist pa fund, ekonomist, mësues, pati një përqindje shumë të madhe intelektualesh për 1000 banor të Poliçanit, për shkak të fabrikave ushtarake. Sepse duhet inxhinier personel o teknik i shumë në ato fabrika. Pra, Poliçani ka një të veçantë vetëm. E njëjta gjë për Libohovën, e njëjta gjë për Këlqyrin. Ka qenë shumë e famshme 200 vjetët e fundit Këlqyra, dakord, është populluar etj. Por ka histori. Edhe Libohova. Edhe Libohova e njëjta gjë. Janë në qendra të belerëve të mëdha të jugut të Shqipërisë, që kanë qenë deri në nivel kryeministri, Sadrazemi në perandorinë turke.
Domethënë nuk është patozi, patozi s'ka identitet, me thonë të drejtën. Po E njëjta gjë me Selenin. mos na sha ne patozarajat, se jam nga patozi, ti mbroj dhe e larët. Po s'ka rëndësi. Ka qenë një fshat, tentuar me bë qytet, u bë fermë etj. Selenica ka pas Dekovil me avull 130 vjet përpara. 130 vjet përpara ka pas Dekovil me avull, e vuan francezët kur morën koncesionin nga nga administrata osmane. E kuptoti tani? Nuk po them që ka qenë vend internimi etj, po thjesht ky identitet. Ky identitet. Garnizoni i parë italian në 1920-ën që kapitulloi ishte garnizoni i Selenicës. Garnizonet e tjera, jo kjo Llogaraja, Kota rezistoi shumë, Tepelena rezistoi një 2 javë, Kalaja Tepelenës, i pari garnizon që ishin ushtarë dhe karabinieri italian, që u dorëzu me flamur të bardhë ka qenë Selenicë. Nuk harrohen këto. Do thosh, i 106 vjet përpara. Po, 106 vjet po ruhet në atë zonë. Dhe ka i gjo, po vi njerëzit nga emigracioni për të mbrojtur autonominë lokale. Të paktën në Divjak e di, se kam njerëzit e Grus atje, e di. Po vi nga emigracioni. Ka ardhur tjetër nga Amerika, ka qenë pjesë e trupave speciale shqiptare. Ka bë kurs nënmujor në Tezei, baza shumë sekrete, shumë e përparuar italiane për inkursorit di Marina. Ka ardhur nga Amerika i me mbrojt autonominë lokale në Divjak. E kupton Orame? Pyeten ai oficer, se ka dhe ai oficer që merr vesh nga ushtria aty këtu. Çdo të thotë të bësh nën muj kurs ke Tezei në Itali, ke inkursori di Marina. Pyet, se ka dhe ai oficer marine që merr vesh nga Marina. Pyet, se nuk është punë pikture kjo. Domethënë Rama me arrogancën e tij, për fatin e mirë të shqiptarëve, tani më po çohet edhe kundër mbështetësve të tij, patronazhistëve të tij, domethënë nga Memalia deri në Poliçan, që ne apo në Çorovod, që kanë mbajtur. Po sipas formulës kalova lumin të 10 fsha gomare. Tani dalim pak te puna e këtij Ermal Beqirajt. Ermalin e përmendi përpara disa javësh Endri Meksi, ku Endri akuzonte si ndoshta personi që ishte mbrapa hakerimeve që Rama ja faturoi iranianëve. Por, si kur thoshte edhe Endri Meksi përpara disa javësh, nga ato hakerimet iraniane që janë veshur Iranit në 2022-shin, një nga përfituesit më të mëdhenj ka qenë ky person. Çfarë di për këtë Ermalin? Çfarë mund të thuash më shumë? Para se të kaloj ke Ermali, do qëndroj edhe çiki kjo autonomia lokale. I bëj thirrje të gjithë atyre që protestojnë, që djegin tesrat e PS-s etj. Të mos protestojnë në Poliçan, në Libohov, në Rogozhin, në Prenjas. Të vinë në Tiranë grupe. Pra grupi Prenjas, se vëhet vetë me flamur me tabelën Bashkia Prenjas. Grupi Libohovës 15 vetë me flamurin kombëtar, mundësisht edhe flamurin e bashkisë, se duhet të kemë flamur bashkiak, dhe me tabelën Bashkia Libohov. Po ashtu, banorëve të Divjakës, i them, hajdeni në Tiranë, flamurin e bashkisë, flamurin kombëtar, tabelën Bashkia Divjak, më kontaktoni, vije mund në krye të grupit tuaj. Nuk po shkeni ligjin, të drejtën e protestës e keni drejtë kushtetuese. Nuk ka çati bëj policia, mos keni frikë. Dhe thonë, do ju akuzojnë për këtë e për atë. Nuk ka. Ka i vendim unifikues gjykatës kushtetuese për punën e protestës. Nuk kanë të bëjnë fare. Do ju marrin komisariat, nuk ju marrin më shumë se 10 orë, asin ekstrem. Punë funi 10 orë në komisariat, ju punoni 10 orë në ditë në fush, se janë edhe punëtorë të mëdhenj këto Divjakës. Ka 10 orë komisariat policisë, nuk kanë që t'ju bëjnë, por duhet jetë me bashkia filan, me tabel. Unë i garantoj banorët e Divjakës që po të vinë Tiranë, të më kontaktojnë, vijem në krye të grupit tyre. Po e them haptas, po sfidoj antiterrorin, po sfidoj policin, po sfidoj shikun. Të dashur banorë Divjakës, doni ta mbroni autonominë, doni ta mbroni bashkinë. Nuk ka rëndësi majtas djathas, nuk ka rëndësi mbi emri Gorrea apo mbi emri çka e ka ai Kokoneshi aty. Hajdeni në Tiranë me tabel. Hajdeni, vijem krye tuaj pa problem fare në protestë. Aty i shkulen dhëmbët Ramës. Lavdi Zotit Rama është frikacak, do kapitulloj, do të riqet, do të zbythet.
Tani kthehemi ke ky Beqiri jon. Është lajm shumë interesant kur e përmendi Meksi, unë nuhata që Meksi Junior dinte shumë më tepër se atë që po thoshte. Beqiri është një, si mund ta them unë, një simptom e kalbëzimit të shtetit të ripjelljes. Domethënë një askushi, një nga 5-6 ekspertët që ekspertuan videon e Metës priftit të Libofshës që e nxorrën që ishe jo e saktë, ajo s'kishe marrë rishpet, as kishe kërkuar rishpet. Ilir Metaj na u bë superboss. Problemi është shumë i madh, ishte një njeri që shantazhonte shtetin, e ka thonë Meksi Junior këtë, dhe tani po del që shantazhonte shtetin. Pra i kishte dhëna për ministra, për drejtor, për drejt, për shejtan, për familjarët e tyre. Pra i kishte dhëna çfarë smundjesh kanë nga kartelat e spitaleve. Kanë as kanë borxhe në për banka, kredi. Çfarë makinash kanë ble, sa i kanë ble, i krahasonte me Evropën, mos është makinë e vjedhme, deklaruar e vjedhme në Evropë dhe ka këtu. Pra unë jam drejtor diku në ministri, ai më thotë do mbosh këtë. Unë them jo. Ai më thotë mirë, po vllai jot ka ble i benzi 100.000 euro. Ai benzi është i vjedhur, vllai jot e ka ble për 10.000 euro, është i vjedhur, po themi, në Gjermani, është i vjedhur në Itali. Pra i vllai tim i boi dëm të madh. Po unë do i marroj punë si drejtor i ripjelljes që jam. Ishte një njeri që shantazhonte shtetin. Nuk po them për videot erotike, duke filluar nga kjo nimfomania, drejtoresha e shikut e me radhë. Një lloj si Agasi ishte një njeri që shantazhonte. Unë dyshoj që ai ka dhe videon të një zëvendësministri mashkull duke bërë seks me mashkull në zyrën e shtetit. Ish zëvendësministër mashkull që bënte seks me mashkull në zyrën e shtetit. Tani është ministër? Tani e kupton. Ish zëvendësministër, ka pas qenë zëvendësministër. Ky ishi tani është ministër, çfarë është tani? Nuk e di, s'para e di këtë gjona. Nuk shef lajme, nuk shef. Nuk para merre me këto. E di, nuk. Okej. Pra, çfarë vën? Pra, kthehemi edhe një herë këtu. Ky njeri kishte marrë peng shtetin. Ky ndërhynte si ti donte tenderat. Ky kontaktonte bandat kriminale bashkë me Agazin, me shok me ai qafe i çikat e konkurruesin aty. S'duhet marrë pjesë konkurs, duhet bëja sankesë. E dim ne këtë punë. Pra, një njeri i tillë na u arratisi ditë. Dhe këtu fillon kalbëzimi evropian. Ky ishte person në kërkim. Paktën kështu thot Spaku zyrtarisht, po rreti Spaku, ai troi partia pastaj. Dhe ky person në kërkim na regjistron kompani në Sloveni, që të regjistrosh kompani, sidomos kur je i huaj do paraqisësh dokumenta në Sloveni. Nuk do shkruash me i cop letër bakalli. Është e regjistruar në mënyrë elektronike, pak a shumë si që kërroi ajo. Tani një person kërkim në hap ka kompani në një vend antar të Bashkimit Evropian, antar të NATO si Slovenia, po ku jemi? Është niveli, do thotë që sot administrata slovene është më zi se 91-shin, kur filloi lufta për të shtjeruar nga Jugosllavia, Slovenia. Na blen në Austri, një tjetër vend antar i BE-s, na blen avion. Nuk je duke shkuar në supermerkat që po ble, që them unë, sheqere, orize, makarona. Po blen avion. Do bësh sa letra, sa dokumenta më shumë për të bler avion. Me ble një makinë zakonshme duhet kauftrak, ajo fatura e blerjes, si thot Gjermani. Avioni ka ca letra më shumë. E ka bler në Austri zotëria. Na e çon në Francë. Që të fluturoj avionin në Francë duhen ca letra, ka ato aeroportet e vogla ose këto shkollat e fluturimit private etj. Do kalosh në për ca filtra, duke filluar nga DGSI-a, Direksioni General Sécurité Intérieure, pra sigurimi i shtetit i mbrëmshëm i Francës, e deri ke Gjandarmeria, ke Ministria e Mbrojtjes, ka i qerre filtra do i kalosh. Dhe këto i ka kaluar një njeri në kërkim. Tani s'ka ordinateur, s'ka kompjutra Franca shkret, nuk është i emri këtij aty. Në Lyon ka, apo s'ka zyra qendrore të Interpolit. Ky Interpol Tirana ka bashkëpunu me Interpol Parisin, apo s'ka bashkëpunu. Pra vjen një njeri, na transferon avionët nga Austria, nga Slovenia në Francë, fat pak në 2 avion, blen pasuritë patundshme që është ajo vila e madhe apo kështjell shatoi thonë francezët. Më fal, po a do shkosh ke noteri? A do bësh regjistrimin në regjistrin e pasurive të patundshme të Republikës Franceze?
Do i bësh me dokumente. Je person në kërkim ti. Nuk bëhet shkëmbim informacioni midis një sektorit shtetit francez, pra të hipotekës që i themi ne ose zyrës regjistrimit të pasurive të paluajshme dhe xhandarmerisë dhe shërbimit sekret se është i huaj, që është ky huaj që blesh ato këtu. Ato stejnë diktatoruc afrikan që blej i pasurit tillë patundshme pa ja kalu gjithë zyra shtetit francez shqiptore. Pyetje që kam unë është si ka transferuar miliona euro që të blej edhe kështjellët vetëm. Si ka transferuar? Po ka dalë me Macronin. Më fal, me ambasadoresh franceze që dalë edhe tim fotografi. Ke parasysh kur erdhi në Durrës atëherë që solli atë shishën e shampanjës dhurat për rektoreshën e Universitetit Durrësit. Po me Macronin nuk dilet kollaj, ka dalë Babamondi. Po hyni shkes për dalë foto me Macronin, hyni shkes ky prifti Çifut, si kishe ky më. Joel Kaplani. Joel Kaplani. Pra, si e takoj më Macronin? A ka shërbim sigurie Macronin? Se nuk ishe që ishe në turm, si George Bushi që takoj një 2 vetë nga fushkruja, okej, mes turmës, që dhe atje kishe eroe pa funë, ishin seleksionu njerëzit. Si e takoj ky Macronin? Gjergji, pyetje që kam është, çfarë donte ky që po fluturonte mbi këtë central atomik? Tani një moment, të tregoj ato pikpyetjet e mia. Paktën hipoteza ime është që hakerimet që u bën 2022 u përdorën nga Izrael, për larguar iranianët e tjerë. U përdorën nga mafia izraelite dhe Rama për të bjedhur lek. Domethënë këta janë gjithë kohën bashkë. Edhe në dosjen e Akshit ne shohim se si Agasi kur bëjnë këto tenderat siguria kibernetike që dilte Rama thoshte jo do thrasim NATO-n, jo do i themin edhe NATO-s të nxjerrin nenin 5, i bëjmë namin Iranit edhe këto budalliqet e Ramës. Edhe më pas pam që gjitha këto ulërimat e Ramës ishin bules, apo ishin një tymnaj që Rama e bënte që dilte lekët me këta. Unë kam këtë pyetje, domethënë edhe ajo që ti sapo çove domethënë si e ka takuar ky Macronin, a mos është përdorur ky person nga Mossadi izraelit? Domethënë çfarë duket që do fluturojë mbi një central nukleare? Tani mund të jetë edhe Tangardhiku sipas asaj shprehjes kur i vuran pare leu edhe bythën me gjalp. Mund të jetë edhe ky Tangardhik. Kam ashtu patent pilotoj atë avionin tim personal, ndërkohë kompania ime vazhdon të fitoj tendera në Shqipëni, pra vazhdoj të vjedh, ka mundi çik tempin e vjedhjes, po jo në qamet i madh. Edhe normal, është hubris, është mendjemallësia, unë bëj gjithçka. Mund të jetë kjo, si e ka marrë mendja. Por ka një detaj. Kishe 3 pajisje trekër, pra për ta gjurmuar një objekt ose një person në bordin e avionit. Një edhe hahet. Pajisjet lëvizshme, jo të inkorporuara ke pajisjet e dashbordit të avionit. Një edhe hahet, po 3 çka janë. Kush po e ndiqte këtë me këtë pajisje për të parë sa lart fluturonte, në çfarë drejtimi fluturonte, në çfarë orari fluturonte. Kush po e ndiqte? Ky është problemi i madh. Dhe përderisa spionazhi francez, edhe spionazhi i jashtëm, DGSE-ja, Direkcion General Sécurité Extérieure, po merret me këtë rast, do të thotë që ndoshta kemi të bëjmë edhe me një operacion spionazhi. Në këto raste, pastaj gjërat shkojnë shumë sipër, janë ato xhaxha 007-at që bëjnë pazar, shiko me ta kapëm atetatin, e kalon të masën. Ka dhe tilla gjëra, kështu që unë besoj që nuk ishte thjesht mendjemallësia e katonarit që ju duk vetja sot. Një moment, këtë Ermal Beqira nuk e ka çuar Irani në që të spionojë mbi centralet atomike. Në qoftë se ka Irani, do të thotë që Franca është vendisur si në korrik të 1140-s, ku në shkoi armbushimin me Wehrmachtin. Se i di domethënë ky takon presidentin francez, ky lëviz avionët nëpër Francë, ky fluturon sipër jo thjesht central nuklear, po një teknologji e re, nga gjërat më sekrete që ka Franca.
më sekrete. Një moment, shiko sa pikpyetjen kemi për këtë Malbeqiran. E para, kemi Meksin, që del në televizion publik që thot hakerime nuk i ka bërë Irani, ka bërë ky. Iku. 2. Kemi Akshin që e ka kap Dacin që ka ranë Kos, këtë me gjitha gasin, të Vlora Hysene nuk për arrestojnë akoma këtë qelësinën, edhe që i kap që këta, do më thënë, kishin bërë një kështu Epstein Island aty te vila e Agasit, ku filmonin e hakeronin e qa nuk bonin. 3. Kemi të provuar nga përgjimet e Spakut që këta villin me mafia izraelite, pse nuk është arrestuar asnjë izraelit deri në këto momente, kuptohet që është vendim politik, edhe Spakut e kanë vënë. Jo, mafia izraelite më fal. Mafia izraelite është ke lojrat e fatit, është ke përgjimet e paligjshme me aparatura përgjimi, kanë pasur ndalime, po janë liru pastaj. Kemi dhe një izraelit që është arrestuar për lojrat e fatit, lojrat ilegale të fatit, më fal, për call centrat. Pra e kemi ke lojrat e fatit, mafien izraelite, ke call centrat që i ka ndalu me ligj Kneseti izraelit që në 2017, pra gati 10 vjet përpara, këto binary trade, forex trade. Një moment. Dhe kemi përgjimet ilegale me pajisje ilegale. Dakor? Pra, ka fillu dhe arrestimet e izraelitëve me doreza se LBT. Tani, për rastin e Akshit, deri të paktën çka kam lexuar unë, edhe nga dosja e Akshit e tjerë, ta kërkojnë Agasin dhe Beqirajn, nuk kërkojnë kompanit izraelite me të cilat ta bonin tendera. Domethënë, ti e ke lexuar e bardha në Zez besoj ato përgjimet e Agasit, ku thoshte Agasi tenderi këta izraelitët duan 2 milion, ne do ta shkruajmë 4 milion, 2 milion i marrim ne. Ne bëjmë 4. Ne bëjmë 4. Pra, domethënë ne kemi shkruar, e kemi e bardha me Zez që Agasi ulej me izraelitët, i thoshte izraelitët sa do të vlla 2 milion, do ta shkruajmë 4 milion. Dhe izraelitët sikur të jenë, çfarë themon ty, sikur të jenë vetë Jezu Krishti dhe Shënmëria, minimumin kanë dieni për krimin që bonin ta. Dhe pra kemi hakerimet, kemi vjedhjet që ka bërë ky grup. Pikpyetja tjetër e madhe kemi, domethënë, si kanë transferuar lekët njerëz si Beqiraj me banka. Po si kanë futur në bankë? E nxorri Homeland Security, po unë nuk mund të flas detaj për këtë, se ka një gag order, një urdhër për mbyllje goje nga gjykata. Nuk mund të flas detaje për Homeland Security. Gag orderi është për emailat e Gledis Nanos, nuk ka gag order për këto që nxjerr më mbrapa Homeland. Je sigurt? Po, jam shumë sigurt. Unë do konsultohem me 2 avokatërit e mi për këtë. Sa është me zarar kjo punë. Me 2 dhe me 22, domethënë gag orderi është për emailat e Gledis Nanos, nga që në emailat e Gledis Nanos u zbërthye gjithë rrjeti spionazhit izraelit dhe amerikan në Shqipëri. Tani, pra, kemi këtë që transferon lekët në Francë, kemi këtë që shkon bën foto me Macronin, kush ka dhënë këtë akses? Domethënë, unë kam shkuar në për institucione të pushtetit të Evropës. Kam shkuar në Bashkimin Evropian, kam shkuar në Parlamentin Kanadez, kam shkuar në OKB, kudo që t'ikësh, ke nevojë për atë që quhet security clearance. Ke nevojë për një institucion apo një deputet apo dikë që do ta marrë pasaportën tënde 1 muaj më herët, do të hetojnë, do të zhbirilojnë dhe më pas do t'japin pasin që do shkosh. Pra pyetja është kush ka dhënë këtij personi gjithë të akses dhe pikpyetja e fundit është çfarë do ky person në një stacion nuklear francez. Domethënë ka shumë pikpyetje që mua më bëjnë të dyshoj që ky ndoshta ka punuar për Mossadin izraelit, nga që nuk besoj që Irani të ketë akses te Emmanuel Macron. Apo jo? Tani, nga përvoja ime personale, unë mund të themi jo. General Brigade Çaçi, një nga komandantët se unë rroshin ato të Pelikanit, misionit Pelikan, u habitos kur pa i foton time me një afroamerikan që ishe shef i grupit të sigurimit të sekretarit të shtetit Baker. Pra quaj gjë e modër që unë kisha dalë me krye bodyguardin e Bakerit fotografi. Këtë trageti Tiepolo, Tiepolo ka qenë. Pra,
E kupton? Pra te I duke gjë e modhe që I cop do nga njerë shqiptar kishte dalë fotografi me shefin e grupit të sigurimit të Bakerit. Imagjino të takosh presidentin e Francës. Është kryekomandanti i forcave të armatosura të një fuqie nukleare, të një ish perandorie, të një vendi që është antar permanent, pra I përhershëm I Këshillit të Sigurimit të OKB-s. E nuk janë 100 antar atje, një grusht antarësh janë. Pra, ky e takon këtë. Ky e takon këtë. Më falë, qa është I cop katunar nga Dunavati I Gjirokastës. Apo tani të lutem shumë. Që edhe atje ishe familje ardhme, familje hizmeqarësh. Nuk ishe familje 200 vjeçare Gjirokastrite. Ky më është ky. Është turp I madh. Si arriti të penetroj? Kush e asfaltoi rrugën? Se nuk mund thuhet që s'kishe ku t'i jepte dorë Macroni dhe ja dha këtij. Pastaj këto regjistro kompani në Sloveni, ble avion në Austri, transfero avionet, ka rregulla shumë të rrepta për avionet, ka rregulla shumë të rrepta. Edhe kur ngrehet fluturim, do njoftosh rrjetin e early warning, do këtyre radarëve ushtarake etj, ke korridore shumë të fikse nga do fluturosh, nuk mund të fluturosh nga dush ti. Nuk fluturon më dot nga dush ti. Edhe Shqipëria 96 kur bleu një nga këto piramidalet helikopter, prap do shkosh ke Ministria e Mbrojtjes, do merresh leje, do fluturoj nga këtu deri këtu. Po çfarë bëhet me këtë? Po më kujton atë Zajminën që bëri video me helikopterin e ushtrisë, që u tallte në atë kohë në opozitë Rama. Edhe pastaj e bëri Zajminën kështu që u sjell si Tiranës ai Durrësit ku e punsoi Zajminën, Vasjarit. Shqipëria vend cop-cop, po Franca është serioz me? Është serioz, është fuqi nukleare. Dhe e ke në hartë, kur do fluturosh që ky vend nuk duhet ulesh, po themi nën kuotën 500 metra, mbi tokë, po themi, ose se di kuotën. Pse ul ky? Po fliça në momën telefon, rrenë e madhe, s'ka më spion se sa telefoni celular, rezulton që në ato minuta kur ky po fluturohet sipër centralit, nuk po fliste me askënd në telefon. Është edhe budolla, është në katonare, se I rreti francezët po fliça me momën, pra, sentimental. Prandaj hutova dhe zbrita në kuotë ulet që se joj të fluturoja. Tani më falë, pse e ule? Se furi funit u hutova, po pse rren po fliça me momën? Do të thotë që ti ke I qëllim negativ, qëllim të ligë që e ke bërë këtë punë. Se u hutova, valla. Po menoja për dashnoren, sa mirë kisha boj qef mrama për mram, edhe ajto. Po jo po rren po fliça me momën. Telefon. Domethënë janë shumë pikë pyetje se si ky ka shku deri atje. Nuk mund ka, domethënë perëndimi ka filtra që nuk të lejojnë ti kalosh, nuk të lejojnë. Nuk është Shqipëria këtu rrumpallhane. Nuk është Shqipëria rrumpallhane. Unë që kam parë dokumentacionin e Gërdecit, kam parë që shteti Sales funksiononte më mirë në Gërdec. Kishte I ushtar atje që ndalonte, thoshe jo, s'do hysh. I njëjti ushtar që kishte ndalu bodyguardin e këtij të Majkos, që të hynte në Gërdec. I njëjti ushtar ndaloi edhe këtë Deli Jorgjin. Ka ndaluar ambasadën amerikane, se kanë hyrë në Gërdec ambasadën amerikane me mjete me targa të diplomatike të ambasadës amerikane. I kanë ndalu fletëhyrjen, ku e ketë shumë e lejen me shkrim nga shtabi I përgjithshëm. Dava Gërdeci, dava Shqipërie e 2007-s. Ky në Francë bogadasëm. Po si më? Si bogadasëm, pastaj si ka hyrë me pasaport një person në kërkim. Del përherë në kompjuter. Qa ka hyrë nga Mali në Francë, ilegal. Ka përdorur një pasor italian për të kaluar këngë nga sipër Ventimiljes për në menton të Francës. Ç'a bëhet? Një Francë mos ka qenë se ai tipi që thot Vin Karamuzo, që thot është një kanades, që na hyn në Adem me pasaport kanadeze, e se ndalojmë tot. Po. Tamam, doktor Karamuzo, tamam. Pra, thejnë dhe njerë këtu, si mërë ka hyrë ky, si ka bot dasëm në 3 vene të Bashkimit Evropian. 3 vene antarë të NATO, se dhe Austria më duket ka hyrë NATO, tani s'është më neutrale. Pra, pyetja është si ka bërë këto dasma ky? Si ka shkel ligjet për regjistrimin e kompanive, për lëvizur, më po si ka lëvizur, se sa po hyn pasaporta, hidhen dhënat kompjuter, del aty, është kërkim ndërkombëtar. E kanë të nga përvoja personale me këto horrat antiterrorit, që më çajnë edin sa herë që dalin nga kufiri shqiptar.
Pra, ky njeri çfarë qeka? Çfarë qeka? Marrë ka licencë për avion, marrë ka licencë, regjistroka kompani, kaloka miliona euro në për banka të ndryshme, dhe i ke kredit lionez. Këtë se është bankë serioze kredit lionez, nuk është banka tuni. Si i ke kalu fondet në kredit lionez? Se ka ca filtra ma shumë bankat atje. Nuk janë bankat e këtij çamit Seikos Shqipërisë. Mua dhe ty na nxjiu jetën Bashkim Lamnica në 2020, kur na hapi dosin duke na kontrolluar llogaritë bankare, duke na pa lekët që kemi nëpër banka. Po dhe tani më duket po bëjnë kështu kontroll të thelluar pasuror, më duket se po, se merren ca lajme kështu, po ende të pa verifikuara. Po s'ka rëndësi kjo. Ky duan të gjejnë ato Behar Azadit që kemi marrë një ram bashkë. Po, qypi me flori i gjyshit, po, qypi me flori i gjyshit. Pra, më kisha varroske toka vetë në spital gjyshi, me që se unë s'jam mësu me punë fizike, po me kazën me lopatën e zhvarrosa qypin me flori. Pra, kthehemi dhe i herë këtu. Ç'është ky njeri që bën dasëm me institucionet bankare, me institucionet e sigurisë evropiane? Mërë, po ka Interpol apo s'ka Interpol? Kjo është pyetja ime. Ka Interpol apo s'ka Interpol? Se ne s'kemi as kufi me Francën që ka kalu nga Mali në Francë. Pra, o ka shku nga Zvicra në Francë, o nga Gjermania në Francë, o nga Italia, pra ka kalu në disa vende. Si ka kalu mërë ky? Si ka kalu? Për më tepër që ka lënë gjurmë në për kompjutrat e pikave të kontroll kalimit kufirit. Ka lënë gjurmë, pra ka kalu normalisht me pashaport. Këto janë pikpyetje të mëdha. Këto janë pikpyetje të mëdha. Tani, a ka spiun në ambasadën franceze apo s'ka? A bo raporta i për akshin? Po bonën, se nuk po diskutohet që është vjelli tender i Lulishtë e Ndurrës. Mirë me leta vjelli ajo zombi e bashkisë, ta va tender i Lulishtë e Ndurrës. Nuk e raporton spiuni ka ambasadë franceze. Po këtë do e raportoj pa tjetër. Këtë do e raportoj pa tjetër. E ka kry detyrën ai, se ishe i spiun para atit që la nëm, i debil do më thënë që është pjesërisht përgjegjës për kasapanën në Nicë, për aktin terrorist në Nicë, se ka dhe një Duraco Connection ai rasti i Nicës. Pra, a e ka raportu këtë të akshit? A e ka raportu me emër Ermal Beqirin? Se unë di që spionët ambasadë franceze kanë raportu në atë pastruse që i vodhi lekët të drejtoreshës Rilinjes, që i vodhi brekët shunit të doktor Karamuços, mishën që i vodhi, t-shirti, nuk e di se që i vodhi. I vodhi ca florije, ca gjona, jo nazë martese. Edhe atë e kanë raportu, për të regu sa i kalbë më shregjimi, që pastrusja i vjellë drejtoreshës kaq. Ideja është po ministrat, sa kanë. Pra, ta kanë fjallë ka raportu pastrusi që ka vjellë padron dhe vetë, do më thënë shpit ku ka bo pastrimin, dhe nuk pas ka raportu Beqiri. Kjo është i pikpyetje madhe. Kush ka qenë ai rull që i ka asfaltu në mënyrë figurative rrugët këtij në BE? Kush ka qenë më? Më kujton fiks mafjen e mineraleve dhe të metaleve në Shqipëri, që se qa është i rull që i asfalton rrugën. I asfalton në BE, i asfalton deri në Taiwan e deri në Kinë, do më thënë në Kinën komuniste, në Guangzhou ani. Shenjeta gjë. Kush është që i lehtëson këto gjëra? Kush është që i lehtëson këto gjëra? Është një lloj si baza që duan me bë që futët në pjesën e Sazanit që nuk ka dalë nga plani përhapje si forcave të armatosura. Jo ato vilat që do bënte me Demek Kushneri, me Demek. Kush e asfalton këto? E kuptoni që Shqipëria i byll veni është bërë shumë e rëndësishme për pislliqe. Është bërë Lombelico del Mondo, domethënë kërthiza e botës për pislliqe. Edhe kush një nga Dunavati, që familja e tij ka rritë në Dunavat si uzmeqar. Fal, ka i kufi më ti, ka i kufi. Ka një kufi, që është ky njeri? Ose është e kalbur komplet Evropa, pra është një grumbull shtetes që ja vlen taj dajak, ose dikush ja bën këtë se, mos më thoni mu që ky ja hull slovenve, ja hull austriakve, ja hull francezve, mund ja hull edhe tjerve. Prite ka kalu fonde në për kredit lionez, bank shumë serioze e vjetër franceze. Si ka kalu? Unë nuk jam banker, po dy gjona i di tani. Prite një njeri që është kërkim lëviz ka fonde aty, kërkim ndërkombëtar. A shkëmben informacion kompjuterat e bankës me kompjuterat e gjandarmerisë të policisë franceze? To pyetje duhet i bëj kushdo që ka dy pare me në kohë. Nuk ka rëndësi që ai paska kështjell, paska me llogari bankare 2 milion euro etj etj. Nuk ka rëndësi.
Ato thjesht mund të shërbejnë për thonë kur ky ka kështjell. Po Bela Ciao, qa ka? Po Rama, qa ka? Ma kupton, po Rama, qa ka? Ore, më falë, se harova se lexova në ca portale kjo Bela pas ka ngel stadion apo janë të tema? Tani, ne në Shqipëri kemi arrit ke niveli i mrekullive biblike, po ti si musliman si kupton këto? Kur Jezusi e bëri ujin verë, kur njallit vdekmit e tjerë. Tani, kur ngeli me barë gruaja e Lalieri që ishe në Burg dhe nuk ishe bërë takim special me gruan, pra i ke kalor me barë me telekomand gruan ai, pse mos ngeli me barë edhe Bela? Pse mos Po ngeli Bela me barë? me këtë tani me kol fyçin me një roja se nuk besoj mos u thuj me shpirt në shenjtë tani kamon. Unë e di që i krishterë Shiko, ajo nuk është shënmëria që ngeli me barë, pavarësisht se fola për mrekulli biblike, pavarësisht se fola për mrekulli biblike. Problemi është që Bela është zonjush, pra është aktualisht grua e pamartuar, kështu që ajo mund të ketë të dashur, edhe mund më shumë se një. Njëri prej tyre. Më falë, po jo me kryeministrin, se mos bëj gap me kryeministrin se vallahi. Jo, kryeministri të paktën me shkresë gjykatet 91 e ka deklaruar vetë që është steril. Pra që nuk le njeri me barë. E ka deklaruar vetë 91. Kjo se ka vinjur në gjykatë këtë se gjithë. Po këta fëmijët që pjellë lartë e poshtë, me këja. Mrekulli biblike, pra. Folën për mrekulli biblike. Tani ti je musliman, se kupton Biblën. Se unë jam musliman. Tani kur ngeli shëmbëria me barë dhe ishe e virgjër, dorse ngeli me barë, kjo është mrekulli biblike. Të njëjta gjë ka ndodhur edhe me Ramën. Ndonë se steril, pra që nuk lende dot me barë, është bë me 2 fëmijë. Tani çfarë thamë? Janë mrekulli biblike, ju të muslimanët e keni vështirë si kuptoni, ne si të krishterë, për shkak të formimit tonë, kryeministët i kanë ngjarë mrekulli biblike, si ajo e shërbërisë. E njëjta gjë me Belën, e njëjta gjë me këtë Arriolën, çfarë është kjo e Erionit. E ka lënë burrin me barë me telekomand. Domethënë këto janë mrekullitë e rilindjes. Unë besoj se në të tjera femrat e rilindjes do ngelin me barë. Besoj. Për shembull Karçinaj, pavarësisht se sikur doli nga thetrat e Spakut, besoj se ajo do ngeli me barë që mos të shkoj ke burgu i Pojskës. I Pojskës. Se në Pojskë që në gjithë të rilindat, se aty me pame nga deti. Po, burgu femrave aty. Rilinda, se deri tani ka shpëtuar, se dhe kjo bukuroqe e Stomit, kjo kryebashkiakja e që është ai katun qyteti Roskovecit, edhe kjo shpëtoi nga burgu, domethënë, e shpëtoi Bela Ciao. Pra, ende s'kan shkuar rilindeshat atje, ndoshta mund shkojë kjo drejtoresha e postës në Durrës, me që jemi këtu, e kupton ti sa ka ndryshuar standardi. Zëvendës kryeministër Meta u akuzuar për 700.000 euro. Tu i thot drejtoresh poste vjen 700.000 euro. Po zëvendës kryeministres, sa duhet vjellë si mas këtij standardi? Për ato 700.000 dhe ajo po drejtoresh postën, mas drejtoresha postën që po vete. Pra, ma pak i vit sa i bi. Që për ato 700.000 euro të Rama bëri luftë atëherë, bëri 11 janarin. Po shumë mirë më që e bëri, shumë mirë. Po këtu vjen drejtoresha postës që s'ka mush i vit në detyrë, nuk ka mush një vit në detyrë. Apo më duket e ka mush pas, se diku nga maj dha dorëheqjen e. Si vit të legë. Si vit të legë, çfarë bën? Të paktën nga ato që janë filmuar në kamera me qese letrat mushme të me lek. Po çfarë lekësh ishin? Lek pensionesh. Lek pensionesh. Po, këto janë gati të vjellën edhe, çfarë them unë, edhe supën e jetimëve, burr jetimore ke shtëpia fëmijës, vëllai e vjellën. Po pensionistët ngelin pa pensione? Shiko, ka një shumë të madhe lekësh të pensioneve që nuk të viqe nga pensionistët, sepse ka shumë pensionistë që janë jashtë shtetit. Dhe ai nuk do vi çdo muaj ti të rreqi, vi herë 6 muaj. Këto pensione ngelin gjendje ke posta. Kështu që nëse ti vjelli sasi pensionesh, prap aty ka lek për të plotësuar pensionet e gjithë pensionistëve dhe prap ka gjendje, sepse janë qindra pensionistë që vini herë në 6 muaj për të rreqë lekët. Nuk po them që ka që vinë edhe më vonë. Kështu që janë pensionistë. Po nëse ato është tjetër gjë, pra ke një sasi gjendje lekësh ka llogaria postës gjithmonë, domethënë. Sado të vjellësh ti, sado. Do po të vjellësh shumë atë vaja,
nga që ka shumë pensionistë që vinë një herë në 6 muaj, ato ngelin aty. Dhe nuk është që u mushin 6 muaj vinë 2-3 mijë pensionistë në Durrës për të mbledhur. Ato vinë në data të ndryshme, në muaj të ndryshëm dhe mbledhin se kalli që vinë një herë 2-3 muaj, varet se si e ka punën. Janë kryesisht pensionistët që nuk janë në Shqipëri. Siç ka edhe pensionist që ka lek, e nuk është përrrim rrallë, por për shkojën 3-4 muaj për i morë ato lekët. Është kjo sasi paresh që e maskon të vjedhjen. Përndryshe s'do kishe pare me dhënë pensionistëve. Mirë po është kjo sasi paresh që ngel ke llogaritë e postës që sa do të fusësh durët aty prap ka i sasi. I vjen dhe me pjesë letrave para kamerave, urdhëron. Ta mbyllim, po munde na trego pak çfarë po ndodh me protestën. Më falë së të dëgjova? Me protestën çfarë po ndodh? Është fat i madh që protesta po reziston. Pra ato prallat jo do filloj kampionati botëror, do hiqin njerëzit me pa kampionatin, ishin dëshira në hava të Ramës, Fugës edhe atit Galit, deputy chief of mission, që e hoqin nga puna antiproteste, hoqin Ramën nga puna antiproteste. Një kjo. E dyta, ka rënë numri, është e vërtet, jo ato video që nxjerr Carlo Bolina me atë kokë cepshin Tao Palla, për putetin Tao Palla, ka rënë ca numri, por problemi është këtu. Tirana normalisht është bosh në gusht, se njerëzit shkojnë me pushime o gjymojnë lekun Bregdet. Sa i punon 2 muaj në Bregdet e rrodh 10 muaj të tjerë me ato lekët që kanë nxjerr ekstra në Bregdet. Pra, një pjesë janë o me pushime brenda dhe jashtë vendit, se nuk janë vetëm varfanjakët për bukën e gojës protestë, ta dish këtë. Një pjesë janë njerëz që punojnë edhe, që nuk jetojnë duke vjedhur tenderin, jetojnë me djersën e ballit, të detyrohen të punojnë, nuk ka rëndësi, kamarier apo lavazhier apo roje plazhi në plazhet, jo vetëm Pjullit, po edhe në Vilipoj dhe në Durrës. Kështu që nuk janë fizikisht në Tiranë. Kjo e ka ulë numrin e protestës. Por në shtator të gjithë këto do kthehen në Tiranë. Në tetor vinë edhe studentët në Tiranë. Kështu që protesta nuk po shuhet. Rama nuk gjen dot një njerëz që thotë protesta mbaroi, sepse ka hallë se ja rrahin. Protestuesit ja rrahin aty para kryeministrisë, po dali një thotë mbaroi protesta. Rama nuk ka një lulush që kishte autoritetin e salës, apo dhe një salë që i thoshe çuna mbarun protestën, hajde do ikim nga PD-ja tani. Masi u vulleshin fishek zjarrët e molotovët e drejtje shitoni. Jo, nuk ka njeri, sepse ende në PD dhe sot, jo më dje, nuk ishe njerëz që atheti sale, jo, unë do vazhdoj të gjy me molotov kryeministrisë. Jo, po, jo, që kush e tjerë, ti e muli, mul noga, pe jere mul, ik mulo, unë do vazhdoj të gjy me molotov kryeministrisë. Këtë nuk i kishte PD-ja, kishte gjëra disin kontrol e zgjidhte problemin me salën. Çonte një nga këto oligarkët, më një më përjapim ja 2 apartamente Shkëlzenit. Hajde dhe i garazh, ta mori ke filan kull. Vetëm ma mbyll punën në protestat dhe mbylli protesta. Ky tani nuk ka njerëz me autoritetin e nevojshëm. Qoftë edhe grupi Shurupi që ka në kontroll mikrofonin. Le dali me ky Provnia, ky Xhemolja që janë këto, le dali thot protesta mbyllet nesër s'ka protestë. Rrezik dalin më shumë njerëz. Dhe ky është problemi i madh i Ramës, nuk di si ta mbylli, sepse është një kërkesë taksative. Dorëheqja e tij, me ty s'boj pazar. Nuk bëj marrëveshje me ty. Për tjerat flasin, e pa negociueshme është dorëheqja jote. Dhe këtu prishin planet e Ramës. Nuk di më si ta mbylli. Sado që përpiqet ta kontrollojë protestën dhe shpesh herë i ka dhënë drejtimet që ai do, rasti kur mund të përplashin me tifozerin Çifute, kur lujtën Çifutët ke stadiumi Kemal Stafa, rasti kur mund të përplashin me Kane Westin që ishte ky burreci zi që knoi atje. Domethënë shumë disa raste tjera ai ka arritur t'i menaxhojë protestuesit ose kur i çoi për të lodhur në Rinas. Por nuk arrit qëllimin qendror. Po me i lodhën në Rinas, të nesër të dolën prapë protestë. Po i merri Manca orën në komisariat, po pastaj. Po pastaj me çfarë bën? Çfarë fiton? E ka bo hero atë Qeleshën e altoparlantit. E ka bo hero atë. Domethënë
Ka i problem, nuk e mbyll dot dhe ky është suksesi i protestës që nuk ka njeri që thot nesër nuk vazhdo më protesta. Dhe unë besoj që në shtator, kur këto që kanë shku me nxjerr bukën e gojës në për plazhe, në për rezorte, do kthehen në Tiranë. Dhe në tetor kur do vinë studentët, nëse s'ka ra deri në tetor Rama, që unë besoj se do bjerë, se si do bjerë nuk e di, se ka disa variante si Honekeri, si Ceaușescu, njerit për të pa, shokta të terrorit nuk bëj thirrje për të unë, po është histori. Honekeri, Ceaușescu është histori. Pyesni se kush ka qenë Xhaxhi Honekeri, ha? Se ndoshta se dini. Pra, kthejmë edhe një herë këtu. Protesta ka rënë si njerëz, por duke qenë gjallë ajo është një vatër zjarri. Sa po t'i vi material djegës, ajo do mori flak. Ky është problemi. Nuk është e shuar, është si puna atyre zjarrfiksëve që e kanë fiks zjarrin, ka i çiktym, po ka vatra zjarri. Vetëm kur bup shpërthej prap zjarri. E njëjta gjë është figurative kjo. Pra, e njëjta gjë është me protestën. Ajo vazhdon të jetë një vatër zjarri përballë kryeministrisë. Nuk kam ato flak të mëdha, por do vi materiali i djegshëm në shtator, në tetor vinë studentët, si do e bësh? Kriza ekonomike shtohet. Kemi një lajm të mirë. Drejtoria e doganave kishte nxjerrë një komunikat që na thoshte që pas ka filluar eksporti i kanabisit për qëllime industriale dhe mjekësore. Pra, zgjebarukët evropian, duke filluar nga zonja ambasadore e BE-s në Tiranë, ai burri që dau grunë dhe u martua me burrë, dau grunë dy kalamaj, duhet të raportojnë në Bruxelles dhe në kryeqytetet evropiane që Shqipëria po na provoka kanabis për qëllime industriale dhe për qëllime mjekësore për eksport. Dakor? Jo ambasada italiane, se në kryeministre Meloni nuk ka nevojë të mësosh për kanabis, se ju ka baba me 2-3 ton kanabis në jakt, vitën parë, kështu që e ka traditë familjare e kanabisin kjo melonçina e Italisë. Kështu që shokët e kadrit tret ambasadës italiane nuk kanë nevojë të raportojnë për këtë, se kanë konflikt interesi me kryeministrin e vet. Por e theksoj që ky është një lajm shumë i rëndë. Me sa di unë, Agjencia Antidrog e Kombeve të Bashkuara me qendër në Vjenë e ka mbajtur shënim këtë gjë. Po ashtu, kemi dhe një zhvillim të ri të rëndë, që mafia shqiptare e metaleve e lidhur sot ngushtazi me ripjelljen, qoftë me ripjelljen e Lalierit, qoftë me ripjelljen e Olsit, Olsi Ramës, jo Olsi Dados ose Olsi Jazdegjivut, është përfshirë në trafik materialesh radioaktive, burime radiacioni quhen si terminologji, në metale të ndotura me radioaktivitet. Pra, mirë që ka ndodhur Shqipërinë, se varja e Shqipërisë është le ndodhet me radioaktivitet, ka ndodhur edhe vende të Bashkimit Evropian. Unë kam nxjerrë edhe nenet përkatëse të një dekret ligji italian, edhe të kodit penal, i kam nxjerrë për Italinë, se ajo më intereson për momentin, se çfarë nenesh janë shkelur. Tani edhe vetë Meloni nuk mund ta mbylli këtë punë. Nuk është çështje kanabisi, nuk është çështje as 10, 15 apo 20 kuintalesh kokainë, davaj 20 kuintalesh kokainë. Është radioaktivitet. I sfidoj shokët e antiterrorit të merren një çik me këtë radioaktivitetin. Kanë byç ta bëjnë? Kanë byç ta bëjnë? Sfidoj e në këtë qikën djevoj, shefen e shikut ton, të merret me këtë punë. Jo për ne gjë, po janë në serbët aty mrem. Armiq natyral të popullit shqiptar të Kosovës. Dakor? Merruni. Keni byç? Me ti. Glora, ke byç merresh në me radioaktivitetin. Ky është sfida ime dhe e them haptas këtë. I sfidoj shokët antiterrorit me radioaktivitetin dhe nuk është se e them unë s'jam askushi. E thon dokumentat e gjykatës, edhe gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Tiranë, edhe të gjykatës së apelit, 2 gjykatave shqiptare, jo llafe pazari, janë dokumentat të 2 shkallëve të gjyksorit shqiptar. Unë e sfidoj antiterrorit merret me radioaktivitetin, e bën dot.
i derro marmalade fiku. Të njëjtën gjë bëj edhe për Vlorën. Pse? Ka i gjonë, në moment që s'reagon policia, këto organet speciale shqiptare, do të thotë që pazari është shumë sipër. E ma men atë femnën që hypi kështu si Spider-Woman dhe e shkuli flamurin izraelit? Mes Tiranës, kamera pa fund nuk e kanë gjetur alarmër kush ishte kjo femër. Tani, unë kam të drejtë them që është false flag operation. Gjeni mër femrën, gjeni mes Tiranës, nuk është ke shpella Dragobis që mal atje lartë, mal i Shkëlzeri që është ani, se gjetëm do të kupton. E kemi mes Tiranës, 10 kamera, si shkoj atje, si hypi dhe si hiku, mas i ullë ke territori muzeut i shtëpia Doktor Bashës, që ka qenë kjo shtëpia me gjethe, qendra e përgjimit dhe sigurimit. Edhe ti mendon që është konspiraci, ë? E kanë për vetë, ë? Po jo, më është fakt. Si se kanë gjetur? Si se kanë gjetur? Si nuk e kanë gjetur? Por ato dinë që ky Qeleshja pas ka vjell shtëpia para një 20 vjetësh diku në një vend të BE-s. Ky Beni, si e ka ky Kola, që ka ndrojë që në emër. Që për ky Qeleshja e lek ver. Edhe Ben Kolën e nxorën hajdu shtëpiash? Po, ka një dy letra. Pra, ky Beni pas ka vjell shtëpia para 15 vjetësh, 20 vjetësh, e gje policia jonë. Kjo që sulmoi flamurin izraelit, pavarësisht se teknikisht nuk violoi ambasadën izraelite, pra nuk e shkeli konventën e Vjenës të prillit të 1961-shit, në 23 në mos gabohemi konventës. Teknikisht nuk e shkeli, prap violoi, dhunoi flamurin izraelit në zemër të Tiranës. Edhe Mira buri flamurit, domethënë. Po jo, nuk e hye saj unë gjemë kush e boni këtë. Ajo është tjetër gjë. Çfarë nuk ndodh, Gjergj e mbyllim. Po, e mbyllim, faleminderit. Mirë, miq, ju falenderoj gjithëve. Gjergj foli shumë, Gjergj di gjëra që nuk di. Gjergj falenderoj edhe dëgjojmë përsëri. Po. Miq, mirëpafshim.